E kisha bombë pa mujt me pas babën gjallë. Kisha fotografu se më kanon 7 mush. 50 cent një fotografi. Më sot dhe zëmë edhe kom punu balë, jo, po më vazhdo ma që të më punu. Ku kom fotografu në atë klasë, mas pare kom qyrë kush është me të meta. Bineq një kanë pagu, një se kanë. Po e kom hobi. Pa, se thujnë, si peshke pa ujë, edhe pa fotograf, pa aparat mujt të ri. Më shpallë me pavarësis, a ditë ka qenë asari madhë. Kom fotografu krejt në gjarit, krejt gzimet e njerëzve. Fotografia na tregon ta kuptojmë dhe ta zhvillojmë ma mirë botën. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Sot ndodhemi këtu me një fotograf, Adem Miftari Muriçi, 81 vjeçar, i cili nisi rrugtimin e tij të fotografisë në një kohë krejt ndryshe. Me dekada përvojë dhe përkushtim të vazhdueshëm, ai ka qenë dëshmitar i zhvillimit të këtij profesioni dhe ka ruajtur momente të shumta përmes objektivit të tij, duke vazhduar me të njëjtin pasion si në fillim edhe në ditët e sotme. Përshëndetje Bat. Përshëndetje. Atëherë, a mundesh më na tregu që sa kohë merresh me fotografi? Merëm prej 1949, dhe më thonë, gati që 50 vjetë. Unë kam qenë drejtimin e arsimit teknik, BAT, bazë arsimit, kem pasi landë fotografimin, kem mësu, ka qenë një profesor mirë shumë, Fadil Gacaferi, i PS, ku më ka dhonë edhe normale fizik, që ka qenë shumë i përshtatshëm dhe i kujdesshëm ndaj neve, na ka dhonë praktikën. Çka të ka shty me u marrë me fotografi? Po, fotografia jam marrë. Na tregon ta kuptojmë dhe ta zhvillojmë ma mirë botën. Fillimet e tua kanë qenë të lehta, të vështira? Po, në fillim ka qenë pak se vështirë kur na nuk dishim si më fotografu, po përsojnë atë hekem ku dalin sy dhe vetla di se që atë të dalë fotografia e mirë. Edhe ka qenë shumë vështirë me punu, atë ka pas me zhvillu filmin, me zhvillu fotografin. Dhe më 3 procesi ka pas fotografia, filmi, e 3 procesi ka pas filmi. Zhvillim, kopjem dhe përmirësim. Qysh kanë qenë pajisjet në atë kohë? Pajisjet e fotografisë, a i keni pas bile ashtu që ju kanë kry puna dhe keni mujt me zhvillu që ato që keni dasht? Pajisjet ka qenë shumë vështira, u duke në dhomë të ertë me fotografu. Me ngjyrë të kuq që bëjshëm zhvillimin e filmit, dhe sa me ngjyrë të gjelbër të zhvillimin e fotografisë. Duke mas pari se që në fotografit në zhvillus, fikse dhe në shpëllarje. E pas këtyne duke në letër me qitë me cilindër me avhek lakshtin, ma ndej me qitë në furë për moter edhe me pas fotografin. E dishim në atë kohë kur tëra fotografia, kur kërset kësë kur kuporosha, cak, e dishim në atë kohë se fotografia ka njësë motere. Sa ka ndryshu sot në krahasim me atë kohë fotografia? Po, sot fotografia ka hetë për parë bashkë me zhvillimin e botës, e shkencës dhe teknologjisë. Sot është shumë letë me punu me fotografi. Sot fotografi kemi edhe në film, edhe në telefona, çdo në aparat kemi. Edhe shtu që sot është shumë letë është më marrë me fotografi. A ka nështë anaj moment që nuk e harroni kur e ke kap momentin e parë aparatin me fotografu diçka? Po, ka qenë kur i ndarë të biblioteka kombëtare me profesorin, me fotografu bibliotekën, edhe me fotografu aty, na student ke marrë pozat ndryshme, kemë punu ato fotografi dhe ka ndarë fotografi tona që kemë punu dhe u gëzum shumë. Çka ju ka motivu me vazhdu edhe sot fotografin? Po, e kom hobi. Pa, se thujnë, si peshke pa ujë, edhe pa aparat mujt të ri. Nështë cila është prej aty në ngjarjeve që i ke përcjellë dhe të ka met ashtu në kryq që e kujton edhe në ditët e sotme? Më shpallë me pavarësis, a ditë ka qenë asari madhë. Kom fotografu krejt në gjarit, krejt gzimet e njerëzve, prej Shqipërisë, prej Qamërisë, gjithë njerëzën kire me flamë mujë kom fotografu, sot aty në dokument në arkivin komunal Prishtinës. E ma herët se pavarësia, që ka diçka që të kujtohet kështu në ngjarje ma? Po, është ku kom fotografu prej nanën edhe vllazit, atë ka qenë diçka interesant. Alja kom fotografinë e nanës se kom fotografu në atë kohë.
Në anës tonë. Po. Cili është sekreti i një fotografie të mirë? Çka duhet me pas? Ç'është duhet me apo hizmetin që E fotografin, qëtu, mas po e duhet me caktu shka do me fotografu, e cakton. Mande e merr aparatin dhe e të rregullon. Tash nuk kemi në dishmërin e filmin, nuk kemi me caktu as kohën e eksponimit, as kur gjë, por qesën program apo në automatik dhe kur fotografojmë gjithmonë duhet me shiqu shka dojmë me fotografu. Por gjatë fotografimit duhet me pas kujdes me nërë frymërin, mos me lëviz aparatin, se në me lëviz atë fotografia del disa në forma. A mendon që në ditët e sotme ma shumë po kapen atë momente ma të mira tash, a ma herët që i kanë bërë fotografit? Ku është dallimi ose a mendon që i ka hup ndoshta pak shpirti fotografisë në krahasim me atëherë? Po atëherë ka qenë fotografia bardhë zi, njerëzit kanë fotografu ma shumë ngjarjet, edhe konsa Drejt Dërgjona i Deqanit dhe ai ka qenë fotografist i mirë, ka pas poza fotografimet ndryshme, e sot shumë letë telefoni, po me telefon fotografon. A ka ndaj foto që e ki bo ma herët e kishe dosh me bo sot, me thonë e kisha bo ma mirë, se tash i kena dhe fajisit e kështu? Po, e kisha bo me pa mujt me pas babën gjallë. Kisha fotografu, se mu më kanon 7 mush. Sa ka qenë e vështirë për ty? Po, shkollimi ka qenë shumë i vështirë në atë kohë. Vështirë ka qenë udhtimi prej fshatit po tash e vdin pej 20 kilometra. Ne ke treni në kom, ma ndin, unë ishim më ardhë, shtunë ke mësu, shtunë mas dite, në brame ka 10 nësë, e këshishim hymë tren, po këshishim ku nuk kosh kondukteri, dilëshim në ja pa kom ku po hypa, e na mësë shku për atine më na marë biljeta, po në zahazë zhveshim, po si fillë ke treni më nalë, ne kujtër su nalë, u gëzeshim, po shi që zotë në ka pështu, zotë nuk kem thyu as kom, as dorëm. Unë ishim prej zahazë dhe në po tesh kom, e të hes rrugës, të hes rrugës në mërë ke gjumë, ku që tra kamë në gropë tapë në del ke gjumë. Me qëfar pajisje, me qëfar aparate ja të kujtohet ja ke njësë me fotografu? Mas po ja kam njësë me bardhe zi, ja kam njësë, me një aparat smeni e kemë thonë të jetë, qaj që ka qenë rusë, ma ndaj kom fillu me aparatë një kondeshtat, mishin, Olympuse, e sot e kom këtë aparatën e vogël që orëzi 50 që. Tash kur t'ju shohin njerëz të fotografu sa në një qitë mosh, qëfar fjallë të thojnë ose? Po, që ditën dhe mos koj për celi provimit e librave. Tonë njofin, tonë gëzohen, hade fotografoj muni, fotografoj shtu që njife më shok, se si kom njof kur, edhe jesë ta mon shok me ta për gjatë mund. A ka pas në moment që ke thonë po du me lonë si profesion dhe s'po du me vazhdu mu? Jo kur. Kam dëshirë se me më kujtu se ju kom dhonë shumë fotografi. Edhe në Arkiv Komunal Prishtinës kam dërzu 38.200 fotografi në 132 DVD-ja. Në më thonë një pasunje një e madhe. Kush në Kosovës ka dërzu fotografi ma shumë sonë në Arkiv Komunal Prishtinës. Cila është ajo këshilla që ja këshe jep të rive që dojnë mu marrë në fotografi? Po, fotografia, edhe herë një film, na mëson ta kuptojmë dhe ta zvolojmë ma mirë botën. Prandaj, për me po, edhe fotografia është në televizion. Edhe prandaj për kësha përsit se fotografin të merren, se është hobi edhe interesant me fotografu ngjarje të ndryshme, gjelbrimet ndryshme, ushtrin ton, policin ton, krejt të të mira. Cili është mesazhi jot i fundit për njerëz që e shohin këtë tregim tonin është ta, që ju kështë thonë? Po, ju kësha mos dërëzoni, punoni, punën e sot mos e lepërnë edhe mos o dërëzo, me thonë kom punu balë, jo, po më vazhdo ma të të më punu. Bac, a ka që ju thirin me shku me fotografu edhe në përdosma? Ka, por veç të të mitë shkoj, të familjartë e mitë të tjetë jo, se qështë. A ke bo si profesion kështu normal me pages? A ke punu dikun me pages si fotograf? Me pages, jo, nuk kom, po fotografoj, po jepin njerëzë më tolla, 50 cent një fotografi, të më rëtë. Une, njën fotografist i shkollës fillore Dadania që 30 vjetë. Në shkollë kom dhonë kontributët të mdoja. Çdo kush ka dalë në pension, ja ka punu fotografin në format e kohët në ramë, edhe ka zur pensionin me datën kaq.
Mandi, kom thonë, aty, ku kom fotografu në ato klasë, mas pare kom qyrë kush është me të meta. Bineq, një kanë pagu, një së kanë. I ku pas 5 binest. Vesë me 5 binest, një konë të mirë shumë, i ku bësha fotografi, vetëm, ju kom thonë, vesë një kanë pagu, edhe kate ju, dhe ishën asimtar. Plus në klasë janë kone 2 binest, shtu që kam autoritet në shkollë, shkoj në shkollë si shpjetemem, dojnë, respektojnë, se më konë shumë pëntohë dhe i salë shumë. I ki do fotografi që të ndorë që përdojnë me mi të regu, kur jenë shkrejp edhe pse? Që kjo është kur shpallë përmërësia. Me 17-22 shpallë përmërësia, unë e kam qitë të premten, fotografin, mu në shkollë Zadanisë. Dhe kjo është simbol i mirë. I fisit i pari, para Pallatonikës, i jemi është e dyti. Këtu e kemi logën e shkollës. Në cilën vetë kjo? Kjo është 25. Këtu shkolla filluar Dardania, Prishtinë, po 1985 në datën kur ka fillu punën. 1985 është data kur ka fillu punën. Vatë, çka të pëlqen ma shumë me fotografu? Ma shumë të ngjarjet. Për shembull vallëzimet, koncertet, shotën, kam bërë fotografi shumë të shotës. Ushtrinë, kam fotografu shumë, kam fotografi të ushtrisë. Ngjarjet ndryshme.